E sollës kokën. E sollëm. Kokën dhe zërin, po. Jeni gati ta nisim këtë eksperiencë virtuale dhe orgazmike, do shtoja unë. Fjala orgazmike më shqetëson pak. E kisha në kuptimin shpirtëror, s'ka të shqetësosh. Prandaj, ne ta nisim pa humbur kohë episodin e 32 të emisionit 224. Po. Kur e them kështu, as vetë nuk mendoni dhe se tash mendova, ta reflektova pak. Që duhet ndryshuar emri i emisionit. Dale çapo thua. Pse Albano, 1984 s'pëlqen? 1984 më plak, si targ makine më. Vetëm që na fiksojnë këtë titull, janë të trafikut, s'ka rrugore. Policia, po, policia dhe patronazhistë. Mos e emri i kapshëm më bukur. Sugjerisht sugjeroj dy gjëra, ose të ndryshojmë titullin, ose të ulim nivelin e emisionit. Ta çojmë në dy sheme. Ku, më poshtë se kaq ku ta çojmë, po. Për na thua ti ndonjë emër po ashtu. Okej, nëse se kam gati, do mendojmë për emisionin, po them t'japëm Margent. Po për momentin, le t'urojmë gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e futbollit. Sot është dita ndërkombëtare e futbollit miq. Pa shiko. Po mirë, kur është ditë ndërkombëtare, pse uron shqiptarët tash? Po pra, vetëm Sepse shqiptarë. futbolli, shqiptarë, se ne shqiptarë kemi shpik futbollit. Po, Nuk e di, ka fakte historike për të Po çapo thua. Ku janë ato fakte? Ku i penjer Mi thonë? sa Sazanguri javën e kaluar. Okej, po qartë, kuptoj. Ka gjetur sëmundjen Sazani. Ju betojmë, futboll. Që ta dini ju, ka qenë një lojë e vjetër Pellazge, bëni Pellazge. Adoleshent Pellazg, kishin zakon që afuzin një tjetrit kështu, pap, i bini nga top. Kanë akoma. Rini kështu, shikosh edhe pap jak pusin shok. E kupton? Pastaj u zhvilluan i lirët, më shumë se Pellazgës, zbritën nga pemët, u futën për shpella, thanë, "Ore, po ne pse juajmë njëri tjetrin nga ato tona? Ne marrim top." Ne vajmë me topin dhe kështu domethënë, dhe sot është dita që të festojmë ditën e Pellazgëve, lojën Pellazgë futbollit. Mos rrimë me Sazanin se nuk të bën mirë, ha? Mos pi me Sazanin këtu, Nga futbolli kalojmë në futshit. Enter. Çdo që me futi gjë. Nivel shumë i lartë ishte. Gerti, Besi. Çka ka? A shihni apo keni filluar futbollin? Jo, Këtu jemi. Nuk kemi Pellaz, kemi lirë vllai, kemi kapur von lojën. Atëherë, fillojmë shërbimin informativ televiziv shkurt shi. Përpara se të fillojmë, si fillim, dua të falenderoj Ozon Electronics, i cili na mbështet vazhdimisht emisionin tonë 284. Ozon Electronics, të dashur shqiptar, qytetar dhe ndjekës të emisionit, mund ta gjeni në disa pika të ndryshme. Së shpejti do hapet pika e Saukut. Është punim me sipër, sepse fola me CEO-n e Ozonit, nuk është hapur akoma, po do hapet dhe duhet krye vepër. Po mund ta gjeni te mbikalimi Ozon në Astir, mund ta gjeni në Xhamlik, te medreseja, te tregut elektrike etj. Ose shikoni këto rrjete sociale çka Facebook, Instagram, ose futuni www.ozon.al dhe brenda 48 orëve ju vjen porosia në shtëpi. Nëse përdorni kodin Albano, merrni 10% ulje më shumë se mbi ulje që xhaj kanë uljet nga 30 nga 40%, i bie ta merrni si në Kosovë dalin në humbje. Kështu që mos e përdorni kodin Albano se kaq shumë ulje ka, sepse Ozon i trajton klientët si familje. Jetoni më mirë duke kushtuar. Tani vazhdojmë me shit. Në rregull? Zhytemi. Do kisha shumë qef Besnik dhe Gertik që ta nisja këtë edicion lajmesh si lajmet kryesore të televizionit. I keni parasysh? Si e kanë. Që në fillim del përmbledhja e lajmeve për gjitha çfarë do flasim, tregojmë për çfarë do flasim dhe pastaj thojmë një nga një. Po shumë mirë, bravo ti. Që tregojmë ne që jemi profesionistë. Po e bukur, më serioze do ishte kështu në fakt, tregon të gjitha lajmet çka ke dhe nuk bëhet kështu. Nuk bëhet se nuk e kam aberin ç'a lajmesh Ai ka e profesionizmit jemi. I kemi ndar rolet. Ti Gerti autori, Besi shkruan, unë lexoj prima vista këtu. Si do filloj me shitit? Fillojmë. Mariglen, shtu çik mande Margent se na çmend ashtu. Çka? Hajde se shkojnë. Hajde. Çfarë është ore? Çfarë po? Nuk e mikrofon, nuk dëgjoj. Oh, po ky valla. E morëm pse nga ferma sa duhet për lajme. Ekziston edhe jashtë fermës ajo. I do ndodhur. Çfarë është? Kjo javë që lam pas ishte një javë e shënuar për gjithë shqiptarët anë mban. Kjo ishte java e Evropës. Po sa e fryme sikur çana the javë e Evropës. Po edhe çfarë pastaj pa mirë. Si çfarë pastaj më? Kjo është java e objektivit tonë jetësor. Vendit ku prej shekuj shqiptarët përpiqen të bëjnë pjesë. Po, ashtu prej shekuj. Kërkon dhe shqiptari varfër ndër shekuj, pak buk, pak krip dhe pak bashkim evropian. Prandaj ne ta nderojmë si duhet javën e Evropës dhe mos të bëhemi cinik koti. Hajde ta nderojmë. Po si nderohet java e Evropës? Si bëhet kjo gjë? Duke si bëhet kjo gjë? Kjo gjë bëhet duke dëgjuar lajmin e parë që na vjen nga ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Rob Silvio. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Jam martuar me një burr. Jo, ai trashëgohesh ti. Mirë. Dakor, të martuar me burrë veçare. Po pra. Çfarë është ky lajm? Vetëm kaq doli dhe tha apo na e sjell ti kështu? Çka? Albano këtu je? Jo, nga shpolezi për parë, prandaj nisa me festë dhe partita për të. Në fakt, në javën kulturore evropiane dhe në moton e Bashkimit Evropian
të bashkuar në diversitet. Ambasadori mbajti një fjalim të gjatë, kundër të tjera foli për pranimin e larmishmërisë, për ndershmërinë, për veten e tij, për dashurinë, për harmoninë, për ndryshimin e mendësisë, për shumë mirë, pas ka folur gjëra pozitive. Tjera. Shumë bukur që. Bravo, mirë, shumë mirë ka folur. Alamet fushate, po. Po, jam dakord, s'po themi, dakord. Po çka? Po me sa duket gazetarëve dhe portaleve shqiptare, ju ka ngelur mendje vetëm pjesa ku tha kam qenë i martuar me një femër dhe lash një femër për martuar me një burr. Pra thendi për mediat dhe gazetarët shqiptar është ambasadori i Bashkimit Evropian, është kujdes me fjalët, mos e si martuar me burr mo. Po turp nëse u ka ngelur vetëm ky si thelb mbas gjithë atij fjalimit që ka bërë, turp për gazetarin. Turp për gazetarin. Turp po dëgjoj edhe për këtë ambasadorin tash. Nuk është ndonjë nder i madh, themi vërtetë. Po mirë tani. Gjeti javën e dur dhe ky për ta thënë tash. Po pra, pse? Po si çka ka buri dhe? Është java e Bashkimit Evropian. Java e shpresës për ne. Rama sapo ka marrë 83 mandate për ta futur në Evropë. Për të punë votuan na fuzën në Evropë. Thoshte Shqipëria Evropë 2030. Në vend na dali ta thot diçka, ku digjun diçka më shumë se kur do futemi se del ky na thot qa futje presim net na thon, qa futje na thot ky. Po mirë dha ndalë. Nuk ka lidhje, mos u bëj. Nëse nuk dua të bie në nivelin e ulët të gazetarisë poshtë shqiptare. Mos bëhemi dhe ne. Shumë vonë. Të kalojmë në lajme të tjera nga Evropa dhe nga Komisioni Evropian, i cili na sjell fatkeqësisht lajme të këqija. Çfarë fletor? Mos. Po. Këshilli Evropian publikon në raportin e pranverës. Ekonomia shqiptare pritet të ngadalësohet në nivelin 3.6% deri 2026. Na pren krato, çfarë? Një ngadalësim. Po pse ky ngadalësim pikërisht tani, ë? Sipas KS, shkaqe janë pagat e ulta, rritja e konsumit dhe emigracioni. Të gjitha budallëqe domethënë, kot fare. Pa fakte. Pse budallëqes? Po pse për të besuar janë këta Komisionit Evropian? Pse? Ta martonë burra plot. Ai ishte ky prapa ti e çove muhabetin tani. Ka lidhje tash. Bëj shaka, se jemi emision humori. Ja, qeshëm. Gjithsesi, unë them që mos ju besojmë këtyre KS. Ti besojmë atyre të Bankës Botërore. Pse? Gjithë Banka Botërore. Çka kanë thënë këta? Banka Botërore publikon raportin e pranverës dhe thot, ekonomia do rritet me 3.2. Ja, do rritet me 3.2% në vitin 2026. Duket njeriu që i pëlqen duket njeriu që baklavaja. Jo si ai. Po dal çfarë bëhet shumë me këtë raportin e pranverës ose na gatruan këto. Falë këta të Bankës Botërore dhe këta të Komisionit Evropian, kanë numrat e njëri tjetrit, flasin, lidhen apo ja fusin shumë. Si mërziten ju? Bota është e bukur, si thaj. Po. Si e kishte, se s'duat ambasadori Bez, po tash e bukur është ndryshme. Do ta përqafoj mendimin e ndryshmërisë. Dakor. Pra po, shifrat dalin ndryshe, po ne. E vetmja gjë që morën veshin që nga këto lajme që raportet dalin në pranverë. Normale. Në pranverë çelieta. Por do ta theksoj, mbas lajmit që pasqyron rritjen ekonomike vjen direkt një lajm që pasqyrojnë lajmet që pasqyrojnë dhe rritja siç do të gjithmonë, ku ka rritje ekonomike. Me pasqyrime po. Ato pasqyrime gjithandej. Raporti Eurostat, Shqipëria kryeson në Europë me gati gjysmën e popullsisë në varfëri. Çfarë pasqyrimi është? Pra, kur zakonisht kur ka rritje ekonomike varfërohet populli. Jo, dashik me popullit. Kujdes, gjysma thoshte raporti. Gjysma. Rritja ekonomike nuk është për të gjithë tash. Normale. A që më bën tash, do të marrim lloj kopalare ta bëjmë pasur. Me thotë ligji universit. Kur dikujt i rritet, dikujt i ulet. Në këtë rast gjysmë. Universi thotë ai Lozatu as e kishte që se dhe ai me ulet ekonomia e popullit. Po gjysmë sa popullsi. Gjithsesi dëgjoj mua, se e bëm kështu s'di fare Shqipërinë dhe gjuna për njerëzit, domethënë që është turp tani dhe për qeverinë për gjitha se kanë bërë çdo. Ka më të varfër, mos bëjmë kot tani sikur jemi fundi kavallit. Po normal që ka më të varfër, çfarë lidhje ka? Në Paris ka, në Milano, në Berlin dhe në Barcelonë janë ku vetë çameti u betojmë. Jo. Po për familje do të jam bë, nuk kam Lozatu aty gënjeu. Dëgjoj titullin këtu. Në krahasim me rajonin, Shqipëria mban kryesimin për çmimin më të lartë të verës. Dëgjoj pa shiko. Sipas të dhënave të platformës Numbeo, një shishe verë e kategorisë të mesme. Një verë normale në Paris kushton mesatarisht 8 euro. Në Milano 7 euro, në Berlin dhe në Barcelonë vetëm 6 euro. Po kushton në Tiranë, kushton mesatarisht 10.14 euro. 10 euro e sipër valla. Po pra, do paret në varfëri ama verën e pim të shtrenjtë. Kjo do ka lezet. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që kemi futur Evropës pikërisht në javën e Evropës. Po jo, se nuk ja futën tash. Ku e shikon futjen këtu ti se marr. Po të them që të varfrit tanë pin verën më të shtrenjtë se popullsia mesatare evropiane, çfarë do të futesh? Po ta shikosh kështu. Çe, kupton çfarë niveli janë të varfrit në Evropë? Një varfër evropian, sipas llogarie, për 10 vjet, nuk e blen dot një apartament në Tiranë. Ama një varfër shqiptar mund të
tentoj edhe vile në Barcelonë. Po, në shpinë e barit, më thosh, po. Po më këta të varfrit evropian do vinë do emigrojnë në Shqipëri për jetë më të mirë, ëh. Pasurohen këtej blin vilat. Mirë se të vinë, ti fusim me një verë, ne që jemi më të shtrenjtë për natë francezëve dhe vazhdojmë emisionin sepse miq, surpriza na presin këtë emision. Gati, ja ku filluam pjesën e dedikuar fermës VIP o besi. Po gati. Po pra, lidhim direkt me fermën VIP e nisim me rubrikën e parë dedikuar aventurave të Erandit. Ka bën Erandi. Erandi diçka i ka humbur o shok dhe po e kërkon lart e poshtë për shtëpisë po e gjen. Ka humbur shpresa të shkretit. Po, dy gjëra janë, o shpresa o Elinara i ka humbur. E gjetim duket. Jo, si ishte ajo. Brava komodinës, ëh. Asa ty s'ishte. Po çfarë po kërkon ose më bëri kurioz tash. Fakti që po e kërkon poshtë krevatit do të jetë në një gjë e vogël, se s'ka mundësi. Atje, edhe një të larë. Kërkoj ndim çunave po ashtu. Lava, tjetër. Nuk i ndahet kërkimit ajo. Na bëri kurioz të dim se çfarë po kërkon Erandi o ti thonë, ëh. Çfarë mund të jetë? Ndërkohë kontrollon edhe xhepat. Fillim ndryshe çfarë që ka bani. Po shikoj një poshtë pianos. Jo, është i dëshpëruar i shkreti. Shkoj nga dhoma tjetër tani. Po bra. U e gjetje? I gjetim duhet, ëh, apo? Jo, Ishte plera. ja u mbi krevat aty. Fylli. I mëgjes. A e ke pa gjohën stilo lapsin? Stilo lapsin atje shok kërkonte, po. Mirë mëngjes edhe direkt stilo lapsin. Po pra, dhe nga gjithë njerëzit e zgjuar atje kërkoj kësaj që është në gjumë, po. Ose ka parë në ëndër kjo. Është bërë keq për stilo lapsin. Gjithsesi Erandi nuk e heq dorë nga kërkimi aty, valla, derisa ta gjej. Ky e prap atë ku ishte, ëh. Si vendosur, edhe se si kanë mbetur më vende. Po çfarë stak. Ça bëri? Duket e prishi, ëh? Po shkatron shtëpinë tani. Se do ta lvizte ashtu? Pas ka thyer një këmbë atë shoj. Për një top stilo lapsa flet. Kalojmë tani te Big Basta dhe marrëdhënia e tij me Ciapin. Si ka flokët në lagë. Ka merak flokët. Si duket lart, duket se Sigur i ka mbjellë. Në Turqi. Prekin këto, po mos nuk lejnë me i prek. E pra. si s'lejnë, lagë. Po mirë, lejnë tash. Big Bastën e lejnë ato. Lejnë ta gjithkohës, kanë E qenë. njojnë bigun ato. Ciapi. O Ciapi. Po i thur vargje. Ora, këngë e re e Big Bastës. Dedikuar Ciapit. Si ka lartë o brirë, nasha. Si ka. Çka ka? Që zionash. I ka brirë tonash. Qa kingu. Po bëhet serioz muhabeti apo? Ma bën ciklet tash. Janë me isu lagë. Për mirë apo për keq e ka? Janë me isu shumë. E imisuar ti çik më shumë se ato me të drejtë po. Vetëm se s'pranoj kështu gjatë ditës me miel, domethënë zgjohem për ditë, zgjohem në ora 6, vije miel, Po. se ka fiksim. Shpresoj të mos je duke fol për Ciapin akoma. Në ora 6. Zgjohem çdo ditë në ora 6 dhe miel. Si çdo ditë. Po, qenë 6 mëngjesit. Ako i ke qumshin atë. Bravo Big Basta. Po ku e diti orën 6? Me pra. Ha? Ku e diti orën 6? Nga dajti pra. Dajti, si. Shoh atë në dajt. Ka. Orën e dajtit. Del ora në dajt. Për diellin do e ketë atë. Unë them ti shikoj mirë të zgjimet e Big Bastës në orën 6 të besi, si thua ti. Po pra zgjohet i pari ditë për ditë. Po, atë shikoj mirë. Ja ku jemi këtu në një mëngjes të zakonshëm, që mund të është diçka më shumë se ora 6, le të themi ora 10 e drekës, duke se krevatet janë të gjithë bosh, edhe ai që po përpëlitet aty në të mal, që s'do të çohet për qamet, kush është? Mos më thuaj që është ai. Big Basta. I shpëtoi sot dhia pa miel. Po pra çu bë me orën 6 o plak. Dhe ndërkohë që dalin të dy të fundit nga dhoma, Big Basta ngelet aty i paralizuar mi krevatet. Se po të shlodhet pas gjumit. Po në pozicionin e budës shlodhet po. E mos e ka pas pushim sot, po nesër e ke në këmbë 106. Le të shikojmë mëngjesin tjetër atëre. Ja pra të thash që është ngritur. Po, për kësaj radhe që nga ngritur që nga më aktiv, po ora 6 nuk është se të gjithë krevatet janë bosh, prapë kanë lënë të fundit. Mos janë zgjuar ata që në 4. Jo, që në 3. Po të paktën po rregullon krevatin. Po, këtë të mirë e ka. Kaloj tani te mëngjesi tjetër. Po pa këtu që nga zgjuar edhe po lëvizor. E pra, ka bër përparime, tani po lëviz, gjithsesi krevatet janë gjithmonë bosh, gjithmonë është i fundit, dhe i para fundit që ngrihet. Po filloj të dyshoj për të 6-ën e Big Bastës. E për të qenë të sigurt shikojmë edhe mëngjesin tjetër. Ja ku e kemi përsëri në krevat, këtë radhë po e rregullon krevatin pa u ngritur fare, Më zgënjeu Big Basta. Ndërkohë që vazhdojnë krevatet e tjerë bosh, janë ngritur të tjerët kanë ikur. Jo, ja Erandi në gjumë është. Po pra, i vetmi që është në gjumë është Erandi. Po të paktën ngrihet më shpejt se Erandi. Po, prandaj më
shtron e randin i thot ngrihem më shpejt që në 6. Po kalojmë në një histori tjetër të Big Bass-ës, si kësaj radhe nuk është mashtrim më bes. Le të shpresojmë. Tani e kam treguar dhe më përpara këtë historinë këtu kur kemi qenë edhe këtu të Fakirit. Po është një histori e vërtetë, siç e dini për shembull nëpër botë ka këto shtëpia të fantazma. Publike të rande. Atë njëj. E di, e kemi sa levi. Domethënë që pagun bileta kështu, po ka shtëpia që janë me vërtet posedume. Po dhe me bilet dhe të posedume vërtet. Duke dash me kërkuj eksperiencë të fortë, a kuptoj një natë që ishim me shoqëninë tonë, tham çfarë do bëjmë, a kuptoj po nisemi po shkojmë në një qytet, sepse dikush na tha që është 100% e sigurt, tha që ka shpirtra, fantazma. E tregon bileta. Normalisht ne u nisëm atë natë, por që do të prisim mëngjesin që të hapesh ajo në biletaria, këto që të hapesh të shtëpia, domethënë për normalisht natën shpirtrat flen gjumë, lodhen që ditën në punë. edhe unë nuk i besoj këtyre gjëra. Jo, më jo. Pavarësisht se kam dëgjuar histori sa dush këtej, sidomos në Tiranë. Sidomos nga janë me bileta. Edhe u futëm aty brenda, po ideja ishte që duhet rrinim në grup, edhe duhet ishte ai i zoti shtëpisë. Nëse aty trashëgojnë. Pronari fantazma. Kur u futëm aty mrena ishte shumë ftohtë. Pra, edhe ato na tregonin që në moment që është shumë ftohtë, atëherë ato janë shumë të acaruar. Mendova se mos ishte kondicioneri. Jo, më jo. E mira e këtyre vendeve është se ato nuk të prekin dot fizikisht ty, domethënë të shpirtra. Po si i ndjen? I ndjen se ato fillun kërcitje. Kërcitje dhëmbe. Domethënë kërcitje te kuzhina, fillun kërcitje, po jo kërcitje nga këto që e hap dollapin edhe më the thash. Dan. Kërcitje serioze? No. Po kështu, vetëm kaq. Sepse ndjej realisht ka një shpirt që ende. Nga kërcitje duhet. Edhe ndjej realisht për shkak edhe qimet që të bënin kështu që tu ngrin. Si. Nga frika, Po e mira ke që njëri që i ditë e gjarës me çekica aty në duke ti. E mira jonë është se ishim grup, edhe ishim grup çunash, se imagjino tani ti isha me Po, grup gocash nuk ishit dal gjallë aty. E frikshme ishte realisht. Domethënë ishte për herë të parë. Nuk i kam besu, po që kur kam shkuar aty, i besoj totalisht. Kur e pa biletën, kush e di sa lekë ka paguar atë biletën që i beson. Zakonisht shumë dot. Gati ta lidhi me Ganiun që po na pret në Plevicë. Si të kemi o Gani? Gani si e? Çka ka? Le vllasi se ka marr akoma vetëm nga ajo histori e frikshme e Big Bass. Vasha. Po dridhem akoma. Shi. E di se më janë bërë qimet e trupit të? E, tel po të them, po më çaj bluzën. Ati ashtu i kete zakonistë. Mos exagjero se nuk ishte aq e frikshme tani, mos ja futot. Të njëjtën histori më tregon edhe djali kur thën nga kopshti. Ai nivel. Babi atje shumë ftohtë thot. Ushqimi është i ftohtë, uji është i ftohtë. Kur hyn edukatorja fillojnë kërcasin të gjitha. Bam. Çfarë po bëhet? Po çka kopshti e çon djalin se na bëre kuriozo. Në kopsht valla. Po. E është kopshti tret që ndroi se të gjithë me shpirtra dhe fantazma janë. Jo, më jo. Vjen djali me syrin e nxirr. Babi më shkeli fantazma. Po nëse se kam edhe unë histori personale me shpirtra dhe fantazma. Kam shkelur dhe ty. Vajë. Se si u gjenda një herë vlla në një korridor të gjatë dhe shumë të ftohtë. Ftohtë pra. Nuk mbaronte korridori. Ishte i gjithë i bardhë dhe s'ç mbante një herë që se shpjegoj dot. Çfarë herë? Ishte diku midis klorit dhe erës këmbëve. Era këmbëve ka qenë jote garami. Po ky klori nga vinte po. Në atë moment shikoj që hynin dhe dilnin nga dyert fantazma. Si. Hynin dhe dilnin pa pushim nga dyert. Po çapo. Po dale, po ti ku e kuptove që ishin fantazma? Nga e more vesh ti këtë gjë. Ora ishin komplet bardhë vlla. Dhe ecnin këto fantazmat dhe nuk i shikoj fare. Si. Përveç njerit që më shikonte mua dhe mu afro dhe më tha 20.000 lekë dhe të shpëtoj jetën, tha. Si, fantazma. Po pra, 20.000 lekë për shpëtuar jetën. Po pak pas. Ore çfarë është ky vend njëherë ku është? Po pra, ku është ky vend jote? Te Poliklinika Lagjes. Çfarë? Amër vlla. Unë di vetëm që shkova të merrja përgjigjen e një analize urine. Ke kisha paguar për më tepër dhe përfundove duke thënë 20.000 lekë shpirtrave që të dilë gjallë. Aty po u futë ngecë Lali. Akoma me këta shpirtra ti je i sigurt që ishin shpirtra. Po pra. Po, jo, ishin sigur shpirtra dha. Ku kanë ngjelur më doktor, se kanë ikur gjithë në Gjermani. Kush kanë ngjelur këtu? Mirë, rafsh për eksperiencën. Shumë histori e frikshme o Gani, rafsh. Çuna, keni kujdes aty mbrapa, mos shikoni ndonjë gjë. Keni kujdes. Fantazmat nuk duken në shok. Keni kujdes. Çuna, Çka ka? sot në satelit kam një njeri që përfaqëson politikën e re, frymën e re, modelin se si duhet të jetë deputet i ri, të ardhmen. Një person
që këtë karrierë të re politike nisi me njëherë me humbje, sigurisht. Zonja e zotëri, kemi në satelit Pano Soko. Për fat të keqe, për fat të keqe. Do na bëj qefi po të fitonte gjithsesi. Gjigade. Nëse fillimi mbar gjysmë punës tonë. Po, vallai dëgjoj. Atë komplimentat ja bëm, dash se sfiton do të çati. Edhe vazhdimi mbar gjysma tjetër, kështu që tani heku një gjysmë valla. Të shohim. Dëgjoj vajin. Ta fillojmë bisedën me atë që duan din gjithë shqiptarët. Pse ti je i vetmi deputet që ke zgjedhur emër arti si Freddie Mercury, kështu Pano Soko. Pse nuk del me emrin e vërtet? Ti e ke parë emrin tim? Po pse s'përdor të vërtetë? Se s'është i vërtetë ai që ka. Jo, e ka shkurtuar pak. Se kam Panajot. Panajot. Po, kush e dëgjon Panajot në Facebook, më kupton, Facebooku dhe Panajot janë dy gjëra që kanë lidhur në kohë të ndryshme. Do thotë ky është 83. Po pra, me emër arti si Freddie Mercury. Po jo, sot rrit besueshmërinë ai emri një të vjetë. Gjithsesi ja ke marrë që ke këtu ngjan çik me Edin, se edhe Edi e ka prerë. E diti se kam marrur? Se kjo është fatkeqësia ime. I madh është tifoz. Nuk është fatkeqësia jote që morë 67.000 vota e morë një deputet. Ajo është tjetër. Rama me 67.000 morë 12 morë një. Ky është më Kjo kat. është fatkeqësi. Fatkeqësia është kjo më para. I madh kishte qenë tifoz i Partizanit edhe i Bayern de Munich. Se kam çik muhabete për Bayern me ty. Edhe kur linda unë ti e ke parasysh ka qenë to legjendë. Panajot Pano. Jo, s'ke qenë. Panajot Pano e di dhe ma mori më ja mendoj. Dhe Franz Beckenbauer. Tani unë do e kisha o Panajot o Franz. Po, edhe baba ju zgjoi Panajot. Kalot, po ato vite Pano ka qenë më mirë se vetë Beckenbaueri, prandaj. Shkon më shumë mbi emrin se zgjodhi emrin më pak. Po mirë, ta imagjino sa keq ishte Franz Soko. E pra, nuk shkonte shumë, shkon më shumë. Gjysmën e suksesit do e kisha vetëm nga emri. Gjysmën e suksesit? Gjysmën e suksesit do e kisha vetëm nga emri. Ta kisha Franz Soko? Legji do isha bërë futbollisti. Më shumë vota do kishit marrë një garam. Kjo është e vdekur. Dëgjoj. Tani që mbaroi fushata dhe zgjedhje si ndihesh, si ke gjendje shpirtërore, je mirë, je qetësuar? Ishte e lodhshme sepse unë vajta, domethënë, kam bërë fushatë intensive në gjithë Shqipërinë, me takime kudo nga jugun veri, domethënë, s'kam lënë cep të Shqipërisë pa shkelur, ishte goxha intensive, ishte e bukur, shumë e bukur. Ishte bukur. S'ke qenë ndonjëherë për Shqipëri? S'ka qenë ndonjëherë në fushatë në Shqipëri. Ishte bukur fushata, thashë se ishte bukur fushata, jo Shqipëria, Shqipërinë e dim se Shkuat në për qytete apo edhe në për fshatra kështu? Edhe në për fshatra dhe në për qytete, në fakt. Vajtet në këtë zonat e thella apo vetëm qytetet kryesore? Në Koplik, në Shkodër, në Dibër, në Si e kishte ai fshatin Mallakastër? Vrimenuse sa? Vrimenuse. Bër fushata për zotin e vërtet. Ja, çu u mbisti vot. Po ka qenë shumë intensive dhe më vjen mirë që morëm një rezultat mirë, domethënë se ne jemi sinqertë, ne jemi parti e parë që nuk ka lidhje gjanologjike me partinë e punës që marrim një rezultat të tillë. Po, ishit kudo prezent, ai 5.000 vota kudo i kishit, 5.000. Po, ishte një bazë e mirë, është një bazë goxha e mirë, për një strukturë të re. Është një themel i mirë. Në të cilin, mbi të cilin mund të ndërtoni për më tej. Mund të ngrish. 65.000 vota në rang kombëtar. Vetëm ndërtimi shpresoj mos jetë shumë i gjatë. Tash kjo varet thelbësisht kam përshtypjen nga Xhaxhi Edi dhe nga Babi Sala. Kur të vendosin ata të vdesin politikisht, sigurojmë vdekjen, vdesin politikisht. Arritë dire në konkluzion ti, dale një. Mase nuk varet vetëm nga ata. Po ti le të flasë, po çka ke? Unë jap me opinionin tim si host i emisionit. Çka ke, pse ndërpreti? O Pano, thuaj të vërtetën, në momentin që Peqi mori 67.000 vota, dojnë rezultatet e votimeve, një deputet. Të vajtë në njerë në mëndje të thua, dole, i the dikujt që të gjohë, Allah, nuk bëhet, s'bëhet, Shqipëria s'bëhet. Shqipëria s'bëhet. Ju dole, e thatë në njerë mi disi u shumë. Ja, Shqipëria s'bëhet. E keni thënë si batut. Shqipëria s'bëhet. Jemi sinqert. Shqipëria shthuret. Dijo, të jemi sinqert, e di qa vendova, kur morën 67.000 vota, 65.000 vota, e s'morën vetëm një deputet. Se ka vetëm 2 fajtorë për këtë. Janë ata që bën kodin, që është Rama dhe Berisha. Pra ata që bën kodin... Ata që kur desin ata politikisht... Dhe fjalla e parë që më vajti në mendje ishte o Rama o Berisha. Ne më mirë se këtë nuk besoj se nuk e dini këtë gjë, si kishit bëjë llogaritën më parë. I shave me mendje? Po, do me thënë, sepse... Kafshët shtëpjake këtë gjohën. Në kaluhën zonë Filip. Janë këto mitë e murit. Nejse, dëgjoj. Si ishte edhe vetë bëgjitat fushat, shkuat për qytete, folët me njerëz, dolët në permisione, të vjen keq që je i vetmi deputet që doli nga koalicioni juaj që nuk do jetë nga thurja? Jo, nuk, natyrisht ne bëm përpjekjet. Se vjen që kina, do me thënë? Ne bëm përpjekjet tona, tash,
Domethënë unë e gjej fajtorin, nuk e gjej te njerëzit na votuan, njerëzit na mbështetën. Domethënë se njerëzit dinë Jo, japin kam votë. brenda strukturës tuaj, domethënë. Pse? Jo, absolutisht. Pse mos veti? Absolutisht, jo. Sepse ne zgjodhëm këtë. Pra çfarë zgjodhëm? Ne tham, shiko. E diet gjova po të pyesësh mua një emision tjetër. E thash në emision tjetër, bravo. Pra thash, kush do marrë shumë vota? Kush merr shumë vota? Ta lëm populli që ta zgjidhë. Më kupton se po të më pyesësh mua do isha unë. Po të pyesësh Tikun do ishte Tiku, po të pyesësh Endrin do ishte Endri. Më kupton? Atëherë kush e zgjedh? Populli. E populli voton. Fal, një sekond tani. Se të gjithë e thon këtë, që nga Berisha i pari deri tek ju partitë e reja dhe të vogla, ju quajmë që jeni më të vëllë se mori gjithë vota. Të gjithë keni këtë gati, këtë që Rama nuk ka nevojë të vjedhë zgjedhjet, i fiton me kodin zgjedhor, me administratën, me kështu. Pse nuk protestonit që në fillim për këtë? Pse nuk u bët bashkë të gjithë për këtë? Ju e dini si që kodi zgjedhor. Ju e dini që është me të futur. Mos pa hidh ne. Jo, nuk po ta përpoqem. Se kjo kam përshtypjen duhet ishte kryefjala e çdo gjëje. Shiko çka ka ndodhur. Që në një fenomen që ka ndodhur, ja ta them unë. Ne si Parti të Reja morëm 139.000 vota, mos gaboj, 140.000 vota. Që po të ishit partitë më dha sa deputet do të kishim 13 deputet. 13 deputet. 13 deputet. Bravo. Ndoshta edhe më shumë. Përpoq vlla jot. Sinqerisht. Jam përpjekur. Vlla jot jam. Okej, rregull. Mos bë siguri. Ç'po siguri nga po flas në mënyrë politikisht korrekte. U përpoqa. U përpoqëm të gjithë ne, me imblet, sepse praktikisht ne kuptojmë që politika pa matematikën nuk funksionon. My fucking point, exactly. Bravo. S'bëni dot gjë për kodin zgjedhor, s'bëni dot gjë më përpara. Po e ignorove matematikën, je i dështuar politikisht. Dhe tham që shiko, hajde ndërtojmë një front. Sepse sot luftën e nuk e kemi e majtë e djathtë. Sot luftën e kemi të rinj me të vjetrit. Kjo është lufta sot reale. Të majtë e djathtë, kur ndërtojët shteti, se sot s'kemi as shtet, atëre ka sens kjo, se shumë luksoze lufta ideologjike në një vend është i kërkon një farë standardi. Po. Nuk mund të bëhet në një vend parapolitik si Shqipëria, as i Eritrea. Pra nuk bëjmë dot këtë luftën ideologjike. Dhe i tham, hajde bëjmë bashkë ne të rinjt kundër të vjetërve. Spranuan, atje më keq akoma, ne vajte unë zume njëri tjetëri. Po, keni bërë kaq shumë protesta kundër korrupsionit, kundër atyre, kundër tyre. Çmimi i naftës, kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Kjo është më e rëndësishme, nëse nuk ulërisni, nëse nuk çirreni tekstualisht kundër kësaj, kundër mënyrës së kundër kodit, nuk keni përfituar asnjëherë. Ja të them unë, në 2020 quam propozimin e parë. 50.000 firma. U mblodhën. 50.000 firma. Për ndryshim se donte ndryshim kushtetues. Dhe ndryshimet kushtetuese propozojnë 50.000 firma. Quam ndryshimin e parë dhe tham, shiko, kemi të ndarje që kemi bërë me rajone, se çunat nuk mërziten, 1 minutë vetëm. Këtë sistemi ne kemi marrë nga Spanja. Po në Spanjë, ti e di shumë mirë që Katalunjët, me Baskët, me Kastiljanët nuk e shohin dot me sy njëri tjetrin. Dhe për këtë arsye që ata të rregullonin ca popull që nuk merren vesh me njëri tjetrin, por që duhet jetojnë në një shtet, bën një sistem rajonal dhe thanë, shiko, Katalunjët do zgjedhin deputetët e tyre, Baskët do zgjedhin të tyre, Kastiljanët të tyre. Pra çdo rajon mori deputetët e vet. Sepse se ata nuk hahen me njëri tjetrin fare, nuk ju hahet muhabeti. Dhe u aplikua modeli i tillë që quhet modeli spanjoll. Tani në Shqipëri çfarë sensi ka? Ne jemi nga veriu, në jug një jemi ne, një popull jemi. Ç'lidhje ka të ndash tani Durrësin nga Tirana? Pse duhet ndarë Durrësin nga Tirana? Kush thall? Po shko, unë të kam ndjekur ty shumë, po tani po dëgjoj që artikulon këtë gjë, me thënë drejtën. Se po ta kisha bërë që në fillim të gjë, shumë vetë mos e kisha hapur syt që në fillim. Tani ti atë e kam ndjekur shumë. Atë të kam ndjekur shumë. Mos e thuaj sepse do të thotë që s'më ke ndjekur shumë. Jemi të sinqert, sepse kam thënë disa herë. Gerdi vinte intervistat e tua, kam parë vetë në YouTube dhe me ato flinte. Kam vajtur për natën e dëgjon ato gjëra të thoshë ti. Gerdi dëgjon ka gjëra të tjera më interesante. Në fakt të mia dëgjoj diku nga ora 10 e mëngjesit vetëm me kafe. Dëgjoj. Bëj një pyetje dhe të sinqert. Përgjigju pa fjalë. Pa fjalë. Sa e kënaqur shpirtërisht, me thënë që ja ke kaluar Lul Bashës më në fund. E vrave një gjigant. Po pse ajo është sfida? E vrave një gjigant, doli forca e tretë në vend. Në rang kombëtar. Ka dalë mirë nga të gjithë, me thënë drejtën, se ato që kishin plan e bëri. Tretë rang kombëtar. Mbas PS-s dhe PD-s jeni ju. Ma thoj kështu pas stai lutesh, ja futëm. Flet me buzëqeshje. E kaputëm një. Tjetri, kush është? Who's next? Tani, si propozon diçka tjetër kodi zgjedhor që mos të vënë më vota dëm në Shqipëri? Kombëtar më dha. Një zonë zgjedhore me 140 deputetët, se ky sensi që deputeti Korçës. Deputeti Korçës nuk bën ligje për Korçën, deputeti Korçës bën ligje për gjithë Shqipërinë. Po. Mundoni ai Shkodrës, nuk bën për Shkodrën. Pra s'ka sens kjo. E di ku ka sens. Ndarja e fashave të shoqërisë. Pra deputeti
për një grup interesi që janë fermerët. Janë grupe deputetësh që i përkasin fermerëve. Po fermerëve nga Konispolin Vermosh, jo fermerëve të Lushnjës Jo edhe... fermerëve të ferma... Ferma ka marrë një tokë. Ashtu do ishte deputet për jetë. Ideja është që deputeti duhet zgjidhet nga gjithë Shqipëria, sepse ligjin që bën, që miraton për gjithë Shqipërinë, më nuk e miraton vetëm për një zonë. Kjo është e para dhe e dyta është Shqipëria është një vend i vogël. Pra ne kemi gati 2 milion banor, po themi. 2 milion 200, diçka e tillë. Nuk e besoj se kemi mbetur akoma 2 milion 400. Dhe nuk ka asnjë sens që ti ta coptosh një mas kaq të vogël banorësh. Jo, zgjidhe deputetët i përkasin këtyre banorëve, këta banorë do të kenë një trup unike përfaqësimi. Pra unë duhet zgjedh se këto e thua gjithmonë këtë që Shqipëria ka që një jemi kështu. Unë e besoj vërtet që është gjynaf të ndash, është turp i madh të ndash veriu nga jugu, lindjen nga perëndimi i Shqipërisë, Tirana nga Durrësi. Po besoj që dhe shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë janë shqiptarë njësoj si ne. Ndryshe nga shonka. Dhe my point, do me thëmë, pika ku dua të dalë është kjo që po të ishit shqiptarët e Kosovës ju, me 4% të votave që morët në total, nuk nxirrin dot as si deputet, se aty është me prag 5%, do të marrësh mbi 5% marrësh deputet. Atë e ka të lartë. Kështu që ju intereson si ky kodi, të dal pa gjë fare, sepse ka një keq, po ta mendosh. Më dëgjoj këtu. Jo, më dëgjoj ti mua, do kishit dalë kështu. Mirë, të dëgjoj. Mund të dëgjosh ti po urdhro. Dëgjoj Fevzi. Sa që keq, si kod. Pragu 5% është përjashtues. Pra pragu 5% në një demokraci që është konsoliduar tashmë, sepse ne nuk kemi si Kosova që lindën tani. Sepse ajo çfarë bën? Pragu përjashton disa iniciativa të cilat duhet jenë serioze që të futesh parlament. Tani ne jemi në një demokraci ose më saktë në një sistem që është konsoliduar tashmë dhe është bipolarizuar. Me prag të lartë ti përjashton dhe ato të reja që kanë iniciativë. Unë jam për sistemin e Kosovës me prag 2%. 1% ose 2%. Po pragu pse duhet të jetë? Mos ishte fare, pse duhet të jetë? Sepse fillojnë çdo aventurier që i lind në mendje se mund të bëjë parti, më kupton. Po nëse ndjekin, nëse ka aventurier të tjerë që e ndjekin, mos kujto se kjo çështje aventurash është për të gjithë. Jo, atë se aventurier më fal, se duhet ta sqaroj. Aventurieri është një njeri që ka një peshë lokale diku, pra nuk e di, forti i në këtë sens e the. Bravo, dhe ai thotë që si deputet pavarur me parti pavarur. Bravo, deputeti pavarur unë thotë sepse se merr 10.000 vota në një vend. Po më fal, pse është gjë që kjo? Decentralizimi? Jo decentralizimi, deputeti i përket gjithë Shqipërisë, prandaj të thash. Dhe duhet të votohet nga gjithë Shqipëria, pra duhet i përkasi Shqipërisë. Po, ai që ka peshë në një vend, unë për shembull kam peshë ta zëm në kod. Po, duhet të ndërtohet si forcë kombëtare. Dhe forca kombëtare përfaqësohet nga 2%. Po merri 2%. Merri 2%. Dhe nuk kam ftuar për sherrës, po pusë në mbrapsht në atë. Po pra, shkojmë po të muhabetin e thonë. Se këtu mbyll gojën olla me argumente s'ke ta diçuar. Në 2029-ën me 83 plus 4, 87 sa do bëj prapë shumicë të mirat si quhet. Cilësuar. E cilësuar. I njëjti kod duhet me shumë mundësi. Çfarë do bëni? Do vazhdojmë. Po se besoj se do jetë një parlament. Nuk e besoj se do jetë një njëjti kod, sepse formula se si aplikohet reforma zgjedhore është e tillë që nuk ka shumicë aty. Pra pozita dhe opozita kanë të drejtë të barabartë vetoje. Pra nuk është si çdo komision tjetër ku opozita ka votën e miraton, më kupton? Komisioni i reformës zgjedhore është me veto, sepse janë rregullat e lojës. Pra pavarësisht se ti ke shumicën, nuk mund të përcaktosh rregullat e lojës për të gjithë ne. Dhe prandaj është lënë që komisioni zgjedhor të jetë me veto, ku edhe ai që ka pakicën ka të drejtë të bllokojë, më kupton? Do prandaj them që nuk është kaq e lehtë të kalohet, por e rëndësishme është që ne ta kuptojmë të gjithë, të paktën populli opozitar. Ta kuptojë që ky kod është ndërtuar nga Edi Rama, është ndërtuar në 2008-ën, u qep në 2015 me reformën administrative, që t'japi një bonus 7 deri në 10 deputet Edi Ramës në çdo palëzjedhje. Do ta kërkoj dikush që të ndryshojë tani se ata s'kan. Po njerëz në parlament kemi të gjithë. Rama mirë është me të vetë. Po bënoi gabim. Ne të tjerët është halli. Jo. Njerëz në parlament kemi ne të tjerët. Ne që po flasim për të tjerët. Tash se keni ca kështu dhe ju, se unë ju kam ndjek me vëmendje në fushat. Dhe po sy kam ndjekur. Ta ka shkruar ai aty. Ka ndjekur Besi dhe i kam gati për ka shkruar Besi fakt. Si një program të jashtëzakonshëm, kështu që me rritje 5 miliardë euro të buxhetit me buxheti, ekonomisë. Kjo ekonomisë, mendon që u hapet çiksi shumë
filluat hapeshit, po bënit shumë flexing me këtë programin. Ku do I gjeni këto lekë, 5 miliardë euro? Tashti edhe po t'i gjeni nuk e kam kuptuar. U bësh si të pabesueshëm. Ke parasysh you'll never know? You never know. Jo, we will never know. Ke parasysh nuk do ta di asnjëherë. Pra, shikoj kush është ideja. Ideja është që ekonomia shqiptare, ka një problem. Ekonomia shqiptare ka një problem që e kanë kapur përfytyt 3, 4, 5 individ në çdo sektor të saj. Pra nuk është një ekonomi gare. Nëse ti e çliron ekonominë e garës dhe e zhvillon ekonominë e garës, të thot Pano që rritja 3% që bëjmë ne, se ne na duket sikur rritemi ekonomikisht, nuk rritemi. Për Shqipërinë 3% është zero. Rritja është për Gjermaninë, që ka vajtur aty ku s'man më. Gjermania është zhvilluar sa s'mund të zhvillohet më dhe kur rritja 3% thonë mashallah thonë ata. Neve duhet të rritemi Gjermanët. Se kanë gjithë ato turqë aty. Ne duhet të rritemi minimalisht me 10%. Po për këtë çfarë duhet bëjmë? Duhet të rritemi 10%? 10%. Shumë Pano, si do rritemi 10% shumë. Ne s'do hapim pesticide. Duhet ta çlirojmë ekonominë. Për shembull, fondet e bujqësisë, po të shkojnë te bujqësia, mos shkojnë tek resorte, gjëra, e ke parasysh që dëgjoj atë historinë e AZBR-s ti, ke dëgjuar besoj. Se ti ndjek, e ka dëgjuar Besi. Kemi dëgjuar gjithë. Të gjithë e bako. Slozin bilarë në televizion, do punere. Më kupton, pra nëse do shkonin vërtet tek bujqësia, kjo bujqësia do I kishte shtunja 2 miliardë euro. Vëllim ekonomik, po them, jo taksa, jo të ardhuar në buxhet. Po. 2 miliardë euro. Po ta kishe shliruar ti Bregdetin, turizmin, pra mos ta kapte njëri nga fyti, tjetri këtej, njëri bën një fshat tjetri, pra ta kishe lënë garë të pasur me operator të ndeshëm dhe me eksperiencë. Pra ta kishe zhvilluar siç e zhvilloi Turqia. I kishe ngrënë aty 2 miliardë euro sipër. Pra, këto hangrat e ekonomisë. Këto hangrat e ekonomisë që ti ke kapur nga fyti, një ke kap te, një ke kap naftën, ke kap atë, ke kap këtë. Më pëlqen. Këto të gjitha, ç'a bëjnë? Sa lekë që do duhet ishin në ekonomi, janë në ca xhepa. Po më pëlqen që morë shembull Turqinë, sepse jemi fiks për turizm. 2 mandate larg Dorama nga Erdogani, jemi fiks në Turqia, domethënë. Sa do? Dhe për 2 mandate besi Erdogani. Në momenti do futemi në Evropë, mund të themi një shembull do ta marr nga Recep Rama. Edi Tayyip Rama. Po, Edi Tayyip Rama. Tayyip. Dëgjoj, në një video përshëndet e gjithë njerëzit takove në fushatën për Shqipëri dhe premtove që do shkosh dhe I takosh përsëri. Kur do I takosh ta njerëzit? Ne po presim datë konkrete sepse na kanë dërguar kaq shumë mesazhe në redaksi. Kur do vi Pano të mbaj predikimin në datë? Pra, kur kemi zgjedhje prapë. Pas 4 vite. Të pret Delvina Pano. Të pret Rubiku Pano. Kur do shkosh? Sa të mbaroj certifikimi I zgjedhjeve, sepse do duhet certifikohen zgjedhjet, me të mbaruar certifikimi gjëja para do bëjmë. Do vesh takosh njerëzit prapë. Të falenderoj njerëzit që kanë votuar. Do vesh takosh vetëm këta që votuan. Jo, të falenderoj njerëzit që do vinë në takim që besoj unë janë njerëzit që kanë votuar. Po të vinë Kastila, ata që kanë votuar çfarë do bëj? Do japësh dorë njerëzve që falenderosh kot. Do viki kot sa diç do qeshi, do shik nga ata dorë. Do viki kot falenderimi. Dgjoj. Ju mendon Pano që u prishi pu fakti që të treju kokat e koalicionit formonit numrin satanajt 666. Çfarë I bëni vëlla? Kur u hot Gogla ai numrin e rat. Tani çfarë bëj? Gjej ta fundë në. Po bra mos rrin. Ta bëj 639. Po më mirë. Po ta shkosh nga I pikpame për këta Gen Z, këta që sa kanë filluar të votojnë, mund ishin më të kështu, po të shikon njëri 639 sa 666 satanista. Do ta kishim menduar. Me këto 3-6 humbët gjithë votuesit besimtar, po. Këta satanista. Po çfarë I bëj se hoqin gjashtë? Prap shpjegime me tabelë të bardhë tani? Atë muhabet. Apo do vazhdojnë me protesta? Ja se doli nga mbrapa, doli. Po. Çfarë I bëni? Në ta kisha vesh mbrap shumë ju dilte në. Jo, shumë keq janë edhe ashtu. Do ngatroni. Po tiku me këtë stilin, me këtë këmishën mbi bluzë më. Në Fernandën. Jo, dhe janë çik Ramës në 2019 më duket. Ka për një fushat Rama kështu. Jo, doli me xhaketa me 12-ën këtu në 2021. Po, 21. Adriatik. Tiku, kjo iqe atë këmishën nga bitë, këmish me t-shirt. 84. Pa, që ato diskot e mëgjesit, gjimnaz. Të merë. Dëgjo, protesta do filloni, qa do bëni ndryshe? Si që këtë e kam pa shaka pasje. Shiko, kjo unë kam përshtypjen time personale, për jap një opinion personale, ti përgjigju mbi pyetjen. Unë kam opinionin personale që këtu duhet luftuar ndryshe. Gjithmonë ndryshe. E qa, për shembull? Ti e thua ndryshe, për e lëpshëm hajër. Nuk e dish, punë e këtyre, këta politikan, këta do... Po fituan, këta do bëjnë ministrës, do bëjmë, këto do marri lekë. Madhe bëre që duhet ndryshe. E rëndësishme është, shiko të thot Pano, në diskursin politik sot mungon shumë mendimi I lirë. Pra ti shikon mendime të varura pa fund. Më kupton?
kushdo që dele ka mendimin e varur nuk e ka të lirë. Në diskursin politik, sidomos parlament, deri më sot i kishe të gjithë. Pra ti kishe vetëm 2 njerëz, edhe ca të tjerë që ishin thjesht altoparlant të këtyre 2 njerëzve, më kupton? Kjo ishte ajo që ka munguar parlamentit. Unë shpresoj shumë që ata që kanë marrë mandatin, të paktën nga partitë e reja, që të shkojnë në parlament, të paktën mos shgënjej njerëzit, sepse njerëzit presin vërtet një alternativë tjetër të bërit opozit në këtë rast, sepse natyrisht do jenë opozit të gjithë të bërit opozit. Pra për t'i dhënë njerëzve versionin e ri të opozitës, se thotë ajtore se pëlqeni këtë opozitën. Kur do bujrum çfarë do bëni? Do të them që një gjuha duhet të jetë komplet tjetër. Sjellja, qasja duhet të jetë komplet tjetër. Aty është provuar çdo lloj gjuhe, me thënë drejtën aty. Jo, nuk është provuar, sepse gjuhët në përgjithësi kanë qenë të orientuara. Në përgjithësi gjuhët kanë qenë të orientuara. Nuk ka pasur gjuhë të lira ndonjëherë në parlamentin shqiptar. Po ligjet kanë kaluar ama se kalojnë me vota aty. Jo, dakor, po themi gjuha për dhënë versionin e opozitës o shok, se tani hallin e ke pse s'të pëlqen kjo opozita? Pse s'të pëlqen opozita e Sali Berishës? Pse do le vetëm? A do japësh një alternativë tënde të re? Po, ja do i shojmë që bëni, me zi po presë. Që nga artikulimi. Unë jam shumë i sigurt që të gjithë ato të paktën personazhe të partive të reja që janë në parlament janë të pavarur nga oligarkët, se shumë e rëndësishme edhe kjo. Pra po të pyesësh te partitë e vjetra, kanë çik me hall me foli çik për oligarkët. Te partitë e reja nuk kanë s'ka ndonjë problem për të folur. Dhe këtë duhet ta perfeksionojnë aty brenda. Dhe treta të jenë konstruktiv. Të folur angelën. Të jetë, shiko, po parlament do flasësh se mundje dorës bëjnë dot ata. Në parlament as do nxjerrin kollar. Tani do nxjerrin karakterin e vet. Por në parlament flitet vëlla. Por pikërisht mënyra se si ti do të çosh mesazhin tënd, do përfaqësosh veten tënde, do të thotë shumë për ne, se ti vërtet ne morëm këto vota. Po tani hallin 2029 se nga një herë edhe mund të nëse se bën mirë punën. Po patjetër. Merr mandatin tjetër. Ka çimentuar. Ka betonizuar. Sepse do të jemi të sinqertë në veten, më kupton që ne i fituam këto gjëra, po që të ishit pak më joshës dhe pak më appealing për publikun. Appealing, pak atraktiv. Ashtu anglisht. Për publikun në parlament. Pse nuk dërguat një femër? Ku ta çonin? Në parlament deputete, pse s'ka mandatin një femër? Se ndoshta e dëgjojnë me më vëmendje. Po se nisi me taksinë e Tikun, ne mori votën. Po mirë, Tiku, ti kishit thënë, dëgjoj, shojmë i gocë. Ti je çike pashme kështu. Po çfarë po thua? Edhe po si ta çonin një gocë. Votën. Po të meriton një. Albano kujton se çoj me taksinë. Na pa fjalë. Na çëshin. Mendova se ishte batut, po jo. Ishte besim. Dëgjoj. Kush mendon që është femra më e mirë politikane shqiptare? Jorita Tabak. Për të kaluar një natë me të urdhro? Pritë buri martuar. Buri martuar. Ta se do politikane më mirë shqiptare. E kete gjiruar dhe... Se dua politikane... Por në krevat se dua politikane e kam ashtu që kam ekspert e ekonomie. Shije to kam në shtëpi. Të shem nga xhepa. E kam në shtëpi, po, jemi të dy ekonomistë. E forta se zgjidhi prapë nga opozita, kupton? Kalem pak publicitet dhe rikthehemi në satelitin Albania numero 1 që kemi marrë borxh Ramës, by the way, se Rama. Sa do e mbani valla? Ha? Do e mbani shumë se paguajmë lek për atë. Jo, Satelitin ne paguajmë, mbajmë që publicitet sa ta sjellë çik panon deri. Kam mbaruar kontratën. Ku e? Jo. Jemi rikthyer në satelitin Albania numero 1 së bashku me zotin Pano Soko. Espresso macchiato. Shpresoj që kishte pëlqyer, t'ju ketë pëlqyer publiciteti, se reklamat kemi shumë cilësore. Tani. Vëri edhe një herë. Zgjedhjet mbaruan, do certifikohen, jeta vazhdon, kështu që hajde flasim për sa gjëra tjera. Në rregull? Hajde, për çfarë do flasim? Pano, si mendon? Është më e padrejtë që Izraeli merr pjesë në një event evropian apo që nuk fitoi Shqipëria vendin e parë? Që nuk fitoi Shqipëria vendin e parë. Për Eurovisionin për flas. Mendon që është më e padrejtë që nuk fitoi Shqipëria vendin e parë? Okej. Do me thënë kaq sepse kishin vërtet super këngë, po Eurovisioni jo priti sekondë. Po tre vargje. Se Eurovisioni po tre vargje. Si filloi me Eurovisioni, si po vetes të mendoj, po tre vargje. Eurovisioni po prito valla të them një mendim pas edhe tre vargje. Kujtosh këngën, Po sa ta kujtoj, mirë e kam. Eurovisioni është kthyer tamam në një lojë gjeostrategjike që s'ka më kuptim muzika, nuk ka më kuptim as gara artistike, aty është thjesht qoka geopolitike që i bëjnë vendet njëri tjetrit. Eurovisioni është vari rrocën dhe bime pip, s'ka problem. Po ja, si që thash, se bime pip pa problem. Pse edhe kaq shumë kohë na thoj tre vargje nga kënga tani. Kë?
Nga kënga janë, këthët. Di muzikën, ose nuk di vajtë. Bëjë si me la muzikën. Se di, nuk e di. Kam i pyetje, pse nuk kishit këngë fushate ju? Agroni e bëri me ChatGPT, mori 2 deputet. Një kishte vetë ka kënga. Po ishte vetë, e? Po pse s'bërët këngë? Po s'na vajti mendja. Pra shikon. Ne poezi recituam na e morën na. Kjo është ai mendimi ndryshe që ju thashë do fillojnë Po ne recituam poezi për shkakun. S'na funksionoi. Po atë poezi. Po zonë po. Ajo poezia që se pash. Ai që ulërista. Ai është një aktor shumë i mirë. E njëjë sa aty është intensiteti turmës i vërtet. Po, dëgjova, një aktor shumë i mirë, di kur të bëhet vërtet në mikrofon. Le të jetë turma 3 miliard. Ke mikrofon ja vendos botën. Intensiteti. Po pra, unë besoj nga kjo i erdhi, se unë jam aktor. Okej, jo më dëgjoj. Ai nuk është se bëri keq, po mund ta bënte edhe më mirë. E më xhelosi. Po të ishe ti aktor do na kishte thënë. Marceli është Alamet Çuni është. Është super djalë. Tash e bëri keq, mund ta kishte bërë pak më mirë. Duhet të këndonte, shtojini edhe muzikën tani edhe. Këtë nëse do bëni të këngë, këtë donte zemra të kishit këngëtar fushate. Sot do një notë faqja naçi, kështu tani që kam pano grek, për çamet. Ja, vësë ndje para. Elita 5 është. Elita 5. E ka pas Aliu. Elita 5 është. E ka pas Berisha, Shqipëria po në shumë. Po. Ata do merë. Ju thatë jemi të rinjë. Unë jemi sinqert, gjithë këngëtarët që ka zgjedhë Saliu, ja kam zili dhe Renisin. Do edhe këta të dy, se dhe Renisi ka pasi këngë për Berishën, për PD-n, po këta të dy, po të isha, po të më lijet të zgjidhje, një nga këta dy do zgjidhje. O Renisin, keni buxhet i paguani Elita 5? Jo, vlla, prandaj se bëm, se po të kishim buxhet do kishim bërë, nuk do më thoje ti mua këtë do doj, do ta kisha treguar, do thoja që ja këtë. Kapin nga këta, shiko, në shtator fillon Albanians Got Talent prap divizion. Shifni ku të shifni nga ata. Ja pa leka. Në një deri në vend të 4, kush fiton her 100.000 euro edhe ikës. Okej. Në datën 7 qershor është ndeshja Shqipëri-Serbi. Me këje. Jemi live? Jemi live? Diti. Mos e lëshoni. Tani më fakse. Unë jam politikas. Thua njerë, hajde, ta terim live, panosh për ten. Thuaj ta mbajmë për clickbait, hajde, thuaj. E thajt një gjë, hajde. Po jo. Çmendim ke për këtë patriotizmin që shpërthen dhe 400 fishohet kur ka ndeshje kombëtare. Shiko, kur ka ndeshje kombëtare, kujtojmë që jemi shqiptar. Ky është një problem që kam, sepse unë e quaj patriotizmi formës. Ne nuk kemi patriot në substancë. Ne kur vjen puna, nuk ndërmarrim ato veprime që duhen për ndërmarrë për të rregulluar vendin, nëse duan vërtet vendin. Pra, po kur vjen puna te forma për të bërtitur në Eurovision apo në një ndeshje kombëtare etj, gjithë bëhen patriot. Patriot nuk je... Po patriotizmi, më falë që është patriotizm formë. Po pra, patriotizmi është në përdiqëmëri. Në përdiqëmëri është patriotizmi i vërtet. Unë për veten time, jo kur ka ndeshje, në çdo gjë, në gjë më të vogël, kur blej bukën, zgjedh të blej pyet fëmijët e keni shqiptar, marrë skortën, më thon ke kolumbian brazilian, nuk dua shumë si shqiptar. Ja, se ti marrë lekë uaj aty në Brazil. To do jetë. Çdo gjë në Brazil. Ja ti je një patriot. Ta marrësh këta ta çojnë shtëpi atje të thon babait. E ket fala nga Albano Bogo. Një sekondë, nga një çu pa kështu. Pra, ti je patriot. Po duhet të shkojë për te, pra, kur vjen puna tek kërkesa llogarisë duhet kemi, për të kërkuar më tepër për para që paguajmë vetëm, se ne paguajmë para, hedhim plerat nga balkoni, për hedhjet e plerave, për prishjen e pronës publike, gjitha këto, për keq përdorimin e pronës publike, për gjitha këto, këtu duhet patriotizmi, dhe këtu do ta shoh shqiptarin patriot. Natyrisht edhe kur është ndeshja, por ka më shumë vlerë kjo, që ka esencë. Më kupton se ndeshja është thjesht 90 minuta, pastaj mbaron. Dhe nuk të quhen patriot vetëm ajo. Jo, që është patriot në këto në përditshmërinë tënde. Ti vetë merresh me ndonjë sport me muhabet e ndeshja, ke ndonjë pasion përveç punës e politikës? Çfarë ke qejf të bësh? Shah. Luan shah? Shumë. Ah, ti keq jam. Shumë. Pa ça nerdi. Kan martuar shumë me krushit. Jo, pra e drejti. Ja. E mora me dashuri. Po jeni në një sektor. Keni filluar të shifrat për këto fakte. Vetëm kjo gjysma 8 punon për to shifrat. Kuptoj aty, jeni kështu. Okej. Vetëm shau domethënë, asnjë hobi tjetër. Jo, e tentova je me futbollin kur isha i vogël. Dështove. Por po. Jo, futbolli është presori. Kush është zhanri jot i preferuar porno?
Çfarë pa? Çajna. Kjo nuk ishte skenar, kjo më duket. S'ka mundësi të jetë kjo. Dgjoj, po të ishe aktor humorit ti do ishe fantastik. Gjylaje se bërë. Të goditi Albano. Tur nuk është ta thosha. Të pyes, jo, kam marrë step sister, step father, çan do këto. Kam marrë lavatrice, lavatrice. Kur ishte koha që mund të bëjmë në gjithë, s'kishim internet, valla. Kur ishte koha që mund të shikonim martesë. Kur marrove fund tani çfarë thua më tani. Dashuria e parë. Bëni juve të gjithë. Dashuria e parë nuk harrohet pa, po leta si. Po jo, edhe s'kishim internet që të them zhanre, se ti pyet për emra zhanresh. Tani prit se ishim të sporti jere. Pse po sigur jetë tifoz i Bayernit, se të kam vënë ja 2 herë, kam pa ca video tua, më kupton? Sa të kam komentuar me kështu. Si bë kam kohë. Tifoz i Bayernist 29, më kupton? Ma ke fshi komente. Çfarë po konsigur me Bayernin? Si bë kam kohë të me Bayern. Se unë të pash te video ja bëj kur pash Messin, e hodhi Boatengun, unë jam tifoz i Bayernit. Ti po t'ishe tifoz i Bayernit, i thoje Messi në atë moment i thoje Messi që do me thënë të gjitha objekcione që kishe. Më kupton se ti s'bëje, qa tifoz i Bayernit? Analiza solitare në TikTok për në të ndeshje. Kam qenë njeri shkuar një podcast edhe më tha kush mendon që është lojtari mi madh i gjithë historisë njerëzimit. Dhe i thash Leo Messi. Pse më tha mendon që është Leo Messi? Sepse dhe Ronaldo ka bërë gola, ka bërë më shumë se Messi. I thash, po Messi ka bërë gjëra që si ka bërë një tjetër. Për shembull, i thash mori topin dhe Boatengun që sa kishte fituar botëror. E shtriu në tokë. Sigurohet në pishin dhe i bëri kukjarë para. Çfarë të pëlqeu ty Pano nga kjo? Ronaldo nuk e bën. Valla, ky që thot janë tifoz i Bayernit me ta haka mund. Tani se janë mashtrus, po më kupton, se kshu dilin votuesit mashtrus valla. Që thonë ta votën ty dhe sta jep, më kupton? Se ja thotë në fillim jam me Bayernin, pastaj kur e dëgjon ti që tifoz i Bayernit, si ka portieri i dytë. Sot rame astek pas. Nubel. Gënjen. Ishi treti Nubel, si e ka i dytë. Si mund të shkosh te treshi pa vetë dyshi? Si ka i dyti, Nubel ishi treti, Aleksandr Nubel. Jo, re Gënjen. Nubel është i dyti, mo. Gënjen. Gënjen, Nubel ne kemi dhënë ua prapë, kemi çuar te Schalke. Ore e morëm. E ka Perez i Izraelit, tyra me astek. E morëm. E morëm, po le. Treti është ky Gjelozi me Inter, që në 4 gol, 8 gol. Ka mundësia. E kemi hequr Nubelin. Nëse është Neuer i pari, Perez Izraeliti i dyti dhe ky i riu 18 vjeç, nuk është Nubelin e kemi hequr prapë. Mos e hoqëm, e kemi borxh. E kemi marrë prapë se s'kemi portier, do iki Neueri. Nëse Albano. Po dëgjoj, çfarë mendon ti për blerët e radhës? Clickbaitin e gjetëm Pano Soko Gënjen. Pano Soko Gënjen, Pano Soko shikon porn, Pano Soko do vjen ata bakun, kemi të gjitha. Tani kemi mbritur në rubrikën e preferuar të shqiptarëve dhe kjo rubrikë ndihet shumë sidomos nga shqiptarët e diasporës në Amerikë. Ka me vota. Ka vota pafund. Çfarë mendon ti Pano kur lexon këtë lajm? Titull: Dashamir Shej pranon humbjen në zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe merr përsipër përgjegjësinë e dështimit në këto votime. Ka bërë mirë dashja apo ka bërë keq? Tregon shumë seriozitet. Tregon shumë seriozitet dhe burri. Që në politikën shqiptare mungoni që. Tani ky hoqi dorë nga koalicioni apo nga partia? Jo, unë besoj se ai ka folur për tërheqje nga, le të themi, jeta politike aktive. Politika aktive. Nuk besoj se do të tërhiqet fare nga jeta publike sepse s'ka si tërhiqet. Jeta publike larg qoftë më thë. Jo, jeta publike është jeta në televizion po. Nga koalicioni apo nga partia vet? Se kishin koalicion. Jeta politike i përfshin të dyja bashkë, besoj. Nuk e di tani, po duhet pyetur zoti Shej, po unë e pash me, le të themi, me i far respekti, e dëgjova fjalën e zotit Shej, që shumë si gjithmonë, domethënë, unë kam shumë respekt për zotin Shej dhe tregon një sens përgjegjësishmërie shumë të madhe dhe burrie. Janë të dyja elementë që mungojnë sot në politikën shqiptare, në pjesën më të madhe të. Okej, çfarë mendon ti Pano kur lexon këtë titull? Papa i ri vazhdon njësoj si paraardhësi i tij. Nuk e njohim Kosovën. Çfarë qëndrimi duhet të mbajmë me Vatikanin? Po çfarë them unë? Çfarë i themi Papës? Papa është aty lart. Bjeri Papës. Ja të poshtë. Jo. Ta gjej Papën. Jo, ka risk të mat aty Pano. Mos ta merr, na lëm me këta toksorët, me këto. Po çka në vllafësi? Berisha, Rama, si dëgjoj. Okej. Çfarë mendon kur lexon këtë lajm? Nuk ja doli të marr mandat. Etien Xhafaj i futet muzikës. Fut muzikës me vërtet? Uribe. Gjithmonë. Uribe. Po. Ju uroj suksese. Ndoshta mund të bëj një gjë mirë në këtë jetë. Ti ke një plan B për shembull tani që nuk u zgjodhe, do i futesh në fushë tjetër? Po jo, vazhdojmë aty. Shahist profesionist? Ja. Jo. S'bëm dot, tani do bëjmë shahist profesionist. Gjithë tjetër. Po që ke dështuar dhe në shtat. Gjithë tjetër që luaj profesionist nuk u bër asnjëherë. Jo, vallai, po të duash hajde ta.
Të bëjmë një lojë. Me kaq kërcënim sa Qa, si ndjesh kur e lexon këtë lajm, se ky është i bukur. Monika Kryemadhi jashtë politikës, mbas fushatës për Metën, poston pamjet nga xhimet e filmit kur merr pjesë si aktore. Çfarë filmi? Po, dje gjithë stasu dhe unë tash nga besi, po dje gjithë që Monika po bënte film. Filmi titullohet Me Fat. Çfarë është? Me Fat. E ka. Ça fati e ka llafi? Të zi. Ha, do të tip shamikuqe, me fat si shamikuqe, me fat të zi. Vuaj andaj vuaj këtej. Se di. Vuajti të madhe në fakt. Po se dia që luan në filmin. Jo, ja, thot besi ose grinjen besi tash ose po ta kokën besi me dy ose shpak. E kishte postuar vetë në Facebook. Po bran. Bile ka nxjerrë dhe pamje, më duket që si kemi, po asnjë që nuk e kemi parë për më tepër. Ja. Po me që ka luajtur Rama, pse kur ka luajtur Rama film? Po në fakt. Se Ramën e ftuan si kurse kjo. Ramën e ftoi Ermali, i tha hajde bëj një rol, kështu edhe kështu. Po i tha ky Ermal do më ftosh shik mua, i tha se kështu shi mua bet. Po tash i dëgjoj. I tha Ermali pse ke mua në drama më ftoçi, dhe ty të thot më ftoçi dhe. Se më mori Ermali për ta shohë çik se më mori Ermali çfarë. Se ty të thot drama më ftoçi aty ku punon ti ekonomist, nuk e fton ti sa për një kështu po le tash i kotash. Po le më trego pucën mua dhe Rama, le ti jep 300 dorë. Si ishte titulli Me Fat. Me Fat. Fat ngjyra është për të përcaktuar, po. Dëgjoj. Si ndjesh kur dëgjon këtë titull lajmesh? Sëmurë Giorgia Meloni. Mediat italiane raportojnë se kryeministri është sëmurë në një gjendje gripale dhe fajin për këtë ja ka lënë klimës shqiptare. Rama shton më hëngër të mortja që e puthave i gjitha gripit. Inshallah. Inshallah i del fjala Ramës. Ti beston mediat italiane në përgjithësi? Në përgjithësi po. Që e ka fajin klima shqiptare. Mendon që e ka marrë nga klima kjo se ne s'kemi. Jo, dikush e ka ngjitur se nuk është klima i ta ngjit. Virusin e ka njëri ta jep tjetrit, se kështu sëmurë njerëz. Beson këto budallë që thonë që vdiqja për Ramën, u shkri për Ramën, ç'ash Rama? Rama është bërë bark ish bizbar. Se di për gustot estetike të zonjës Meloni, po pse thua zonjë Meloni? Ta është se mos bëjmë një incident diplomatik tani. Çfarë incident do bësh ti as deputet? Ti je qytetar i thjeshtë. Çfarë incident do bësh? Sa i nati vjen. Ti si deputet. Po ta thot ti ku po, ti s'bën incident. Po vjen natë, po vjen për të qeshur. Ose ai idhin kryeminist dhe kryeministri takoi të gjitha ata, po vetëm kjo smur në konkret. Dëgjoj vllai, si dy pyetje të fundit shpejt la mbyllur, këto janë të sinqerta, të përzemërta, edhe shumë histori. Kush është njeriu që do më shumë në botë? Fëmijët e mi. Fëmijët. Dhe familja ime është. Dhe familja. I do fëmijët, i do më shumë se gruan, a? Mas në fut aty. Do ta detyrosh të gënjej tash. Jo të pyeta, do fëmijët më se grua. I dua familjen time. Jo, po the fëmijët, pastaj the shtove dhe familja zjerove. Fëmijët duhen më shumë të familje. Që të kesh ata as për darkë. Po, që të fënë në krevat. E fundit, të ka ndodhur ndonjëherë sepse burrat e mëdhenj të mëdhenj çfarë kuptimi? Jo, burrat e mëdhenj, burrat që bëjnë diçka për vendin e tyre, burrat me integritet. Formohen që në vegjeli thon. Po jo domosdoshmërisht në vegjeli, po gjatë jetës tënde. Ka ndodhur ndonjëherë që shkon në banjë dhe mendon që ka mjaftuar shumë letër higjienike, por nuk ka sa mendon ti dhe çirret pak edhe të bën thonjë ose gjisa për pak. Të fshir. Edhe stiku të fshish pastaj. Ka ndodhur ndonjëherë vërtet. Burrave të mëdhenj kjo. Mbyllë pupe për zotin. Të ka ndodhur ndonjëherë. Çfarë do? Sto asë dit, kur ti pa pap grizet beg sa do mua. Kjo është opozita e vet tash. Ka janë burrat e mëdhenj. Ja mi ke disa zotri. Ja ku ke ja ku zderzoj rap. Qeshi se i ka ndonë mize, ta që qeshi i ka ndonë mbi qinde. Edhe nuk në i pas se kaka. Ta mbyllim këtu ta të Kjo ishte 2-4 e mësot. Ishim parë sot. Po je gjigant. Burat e mëdhenj. Natë e mirë, ju puth të gjithve, parë ma u kënaq. U kënaq. Natë.